Struk, një qytet i kulturës, një qytet i shpresës për të ardhmen. Në zemër të këtij qyteti, ku tradita dhe arti bashkohet në harmoni të rrallë, Shkolla Komunale Fillore e Muzikës në Struk realizoi me sukses koncertin e fundvitit. Një ngjarje që mbush zemrat e të pranishmëve me gëzim, krenari dhe emocione të forta. Në këtë mbrëmje të veçantë, prindër, familjar dhe dashamirës të muzikës u mblodhën për të përjetuar nga afër magjinë e tingujve që sollën pianistët e vegjël, nxënës të shkollës sonë, të cilët me talentin dhe përkushtimin e tyre dëshmuan se arti është gjallë dhe i fuqishëm në Struk. Si e vlerëson përgatitjen dhe performancën e nxënësve gjatë koncertit të fundvitit? Gjatë koncertit të sotme, ju e pa të ndoqët performancën e fëmijëve. Më thënë, bashkë me Arsimtar Blerani, besoj që kemi bërë një punë të bukur. Më thënë, jemi të kënaqur nga performanca e fëmijëve. Sigurisht që le të themi që fëmijët akoma kanë punë, mund të bëjnë edhe diçka më tepër, mirë po gjithsesi ne jemi të kënaqur. Më thënë, kjo ishte, si thonë, kulmi kurore e një pune, siç e tha Arsimtar Blerani, 9 muajshe, dhe besoj që kemi kaluar mjaft mirë sonte dhe ju besoj që jeni kënaqur. Cilat kanë qenë sfidat gjatë gjithë kësaj periudhe kaq të gjatë për të përgatitur në fund një kuror të tillë? Keni pas sfida të vështira? Po, sfida, tash ndoshta duhet të mendoj se mund të ketë disa, sidomos me disa fëmijë që po t'i vësh re, nuk janë gjithë fëmijët njësoj, janë edhe mosha të ndryshme, domethënë ka lloj fëmijë të ndryshëm dhe besoj që puna me disa është më e rëndë, me disa më shumë duhet të hapi më shumë mund. Si ndikojnë koncertet në zhvillimin e fëmijëve? Dalja në skenë? Po besoj që ndikojnë pozitivisht, nga që koncerti jek emocionin, tregon domethënë fëmijës që gjitha e punë që ti e bën me mësuesin edhe ajo liri që ti e ke, këtu do duhet dalësh para një koncerti, le të themi para një publiku, ku edhe nëse gabon i menaxhon emocionet, domethënë ajo gato gabime që fëmijët i bëjnë, mundon ta menaxhojnë, ta vazhdojnë ushtrimin, ndoshta besoj që pozitivisht ndikojnë te fëmijët, diçka tepër nuk di çfarë të them. Faleminderit shumë, neve ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe juve. Si e vlerësoni përgatitjen e këtij koncerti kaq të bukur sonte? Përgatitjen e këtij koncerti e vlerësojmë me mos e teproj me nota të larta, por deri diku gjithmonë neve mësimdhënësit nuk jemi të kënaqur maksimalisht, por unë do të them që ishte i suksesshëm. Ishte i suksesshëm. Jeni lodhur gjatë gjithë këtyre përgatitjeve? Shive, lodhja nuk krahasohet me këtë kënaqësi që e ndjejmë neve për nxënësit kur ata arrin sukses dhe të paktën e luajnë një pjesë dhe e kënaqin prindin, ja bëjnë qefin dhe ndjen të lumtur për atë arritje që e kanë kryer ata nxënës. Kështu që unë do të quaj një
një gjë që nuk mund ta them që mund të ndihemi lodhur, nuk mund ta them. Juve jeni pedagog në shkollën fillore komunale në Struk. A ka nxënës të spikatur me talentin nga vetë Perëndia aty? Sigurisht që ka. Unë gjithmonë e kam cekur dhe gjithmonë e kam menduar një gjë të tillë që si ka mundësi që me programin e njëjtë isi me të gjithë nxënësit, japi maksimumi me secilin, por dikush ecë me apa shumë më të shpejta, dikush me apa më të ngadalta ta quaj. Dhe sigurisht që nuk janë që të gjithë, por unë kam disa nxënës që janë, domethënë që premtojnë për të ardhmen. Cilat janë sfidat që ju keni kaluar gjatë gjithë kësaj periudhe për të arritur në këtë përfundim kaq të bukur që sonte na kënaqet? Sfidat mund të jenë, mos them sfida të shumta, nga që secili prind nuk mund ta kuptoj profesionin ton ose anasjelltas, edhe neve ndonjëherë edhe nuk mund t'i kuptojmë ato se nuk jemi të njëjtit profesion. Mirë po, unë mund ta quaj një sfidë që më ka brengosur pak, që nxënësit duhet të jenë të përcaktuar në drejtimin e duhur, domethënë nuk duhet të përcaktohen në shumë drejtime të ndryshme dhe pastaj nuk din çfarë të zgjedhin. Kjo është ajo brengosja ime dhe ta quaj në të ardhmen shpresoj që të rregullohet. Shpresoj që të rregullohet edhe nga prindit të reflektojnë për arsye sepse është profesion që do përkushtim dhe nuk është lehtë që të jesh artist. E vërtet është kjo. Po si ndikon ky koncert në zhvillimin personal të fëmijëve? Në koncert fëmijët fitojnë mjaft eksperiencë. Eksperienca është shumë e rëndësishme këtu, nga që mësohen me publikun, mësohen me emocionet, mësohen me domethënë edhe me atë ta quaj atë drithërimën e koncertit, dhe kjo ka të bëj shumë dhe ngrihet edhe niveli i kualitetit të nxënësit kur ata performojnë në koncerte të tilla. Dhe janë më të përgatitur emocionalisht. Patjetër që janë të përgatitur emocionalisht. Ajo është sfida më e madhe tek një artist. Kështu që Mësues Blerand, faleminderit shumë që na ftove dhe që shijuam të gjithë këtë koncert të bukur nga ana juaj. Shumë faleminderit edhe juve, respekt dhe mirëafshi edhe në koncertet e tjera të ardhshme. Faleminderit shumë. Në udhëheqjen e arsimtarëve tanë të përkushtuar që me shumë dashuri, durim dhe profesionalizëm e përgatitën këtë koncert, u krijua një atmosferë e ngrohtë dhe inspiruese. Çdo interpretim i të vegjëlve ishte një dëshmi e punës së palodhshme dhe përkushtimit që kjo shkollë ka ndaj edukimit muzikor dhe zhvillimit të talenteve të rinj. U përgatite shumë për këtë koncert? Po, shumë. Ishte koncerti i bukur? Po, shumë i bukur. Është dalja jote për herë të parë këtu në koncert? Si e vlerëson ti veten edhe shokët? Shumë. U kënaqe shumë? Po, kënaqa shumë. Faleminderit. Shumë kënaqa. Kënaqe sot? Shumë kënaqa. Si e vlerëson daljen e vllajt në koncert? Të lumt, bravo. Të lumt. A keni përgatitur shumë për këtë koncert? Keni ushtruar shumë? Po, nga 2 muaj e gjysmë me arsimtar Blerandin. Që ushtroni sistematikisht? Po, me piano. Si e vlerëson ti daljen? Je për herë të parë sonte në këtë koncert? Jo, s'jam për herë të parë, edhe radhë tjera kam qenë. Si u ndjeve në koncert apo para koncertit? Unë ndjeva pak me emocione dhe me qef. U i mundë emocionet, apo? Po, i munda. Po performancat e shokëve dhe shoqeve si i vlerëson? Shumë bukur, shumë gëzoshëm. Faleminderit, urime dhe suksese. Faleminderit. Keni ushtruar shumë gjatë kësaj periudhe për të qenë pjesë e këtij koncerti? Po, shumë kam ushtruar. Sa kohë ju ka marrë që keni ushtruar? 1 muaj. 1 muaj dhe keni arritur të jeni pjesë e koncertit? Po, Në cilën klasë ushtroni juve? Kush ju ushtron? Cili është mësuesi juaj? arsimtari Blerand. Çfarë i thua ti arsimtarit Blerand sonte? Unë dua ta falenderoj shumë arsimtarin Blerand.
Edhe neve falenderojmë shumë arsimtarin Bleran që mirret me gjithë këto yje dhe që ju ka përgatit për të dalë sonte në skenë. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë pafshim. Ke ushtruar mjaft kohë për të dalë sonte në koncert? Po, Sa kohë tu janë dashur që të përgatitesh një vepër kaq të bukur sa na kënaqe sonte? unë ika në piano, ushtroj për pak kohë, edhe kur ishte më afër koncert, unë ika në piano më shumë se një herë në ditë edhe ushtroj për pak. Unë nuk kam numëruar kohën, po mendoj që ishte kohë mirë sepse bëra mirë. Sa kohë ushtron ti në piano gjatë ditës? Zdi në fakt, unë nuk shikoj orën kur ushtroj. Të merr shumë kohë piano e ke pasion ose ushtron vetëm se ka pasion mami dhe babi? Unë pëlqen piano. Ky koncert nuk ishte vetëm një aktivitet artistik, por një fest e vlerave, një pasqyrë e saj që Struga përfaqësohet një qytet që investon në të ardhmen përmes artit dhe kulturës. Nxënësit tanë janë ambasadorë të shpresës, të cilët me çdo tinguj përcollën mesazhe dashurie dhe paqeje. Si ju ndjet sonte të jeni pjesë e këtij koncerti nga dalja e fëmijës tuaj, edhe pse juve jeni një prind i cili keni vazhdimisht koncerte nga fëmijët tuaj, por sonte besoj që ishte një nga netët pak më të veçantë. Po, për shkak se edhe është fundi shkollës, vitit të fundit në shkollën fillore të muzikës, ishte diçka më e veçantë. Normal, ndjenja e prindërve është zakonisht të ndihesh krenar kur fëmia jot performon në një eveniment si ky i shkollës së muzikës. Mendon që djali juaj të vazhdojë muzikë ose ka zgjedhur drejtim tjetër? Për momentin ka zgjedhur drejtim tjetër, por nuk do të ndërprese komunikimet me shkollën e muzikës. Faleminderit. Çfarë emocioni sonte ka prindri për daljen e vajzës së saj në koncert? Cilat janë emocionet? Mund na përshkruani pak? Shiko, emocionet jam të shumta, po të gjitha është emocion gëzimi, kënaqësie edhe krenari. Çdo prind është krenar kur e sheh fëmijën që pas një pune të lodhshme ka arrit aty ku është. Rezultati tregon vetë, kjo është punë e arsimtarëve, e Blerantit radhë të parë, gjithashtu edhe Rexhepit, edhe drejtorit Altin, falënderim të posaçëm për të tregtë, veçanërisht për arsimtarin Bleran që ka treguar shumë dashuri, shumë punë, shumë përkushtim për Donikën dhe rezultatet janë këto që janë. Juve si prindër angazhoheni ndonjëherë për të, në fakt për ta dëgjuar, se për ta ushtruar, mbase dhe mund të keni një profesion të tillë, por Sigurisht që angazhohem ta dëgjoj vetëm se me profesionin jam shumë larg, unë jam jurist, s'kam lidhje me muzikën, por më pëlqen shumë. Melodia është e bukur, muzika është e bukur, të bën të lihesh mirë dhe është e bukur që gjithë bota të ketë vesh të dëgjojë. Faleminderit shumë edhe neve vajzës ju urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit, suksesit të gjithëve, faleminderit edhe jo. Për prindërit kjo mbrëmje do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve si një dëshmi e fuqishme e artit që bashkon zemrat për të ndërtuar një të ardhmen më të bukur.